Sot do të përgatisim një pastë të sheshme me limon dhe shpark të gjelbër, shumë të lehtë dhe të sheshme. Hajde gatuaj me mua dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestarë. Fillimisht i kam larë mirë limonin dhe shparkun e gjelbërt. Këtu e kam përdor edhe hudrën dhe gjez, që do t'i përdorim për salcën kremoze. Tani vazhdoj me hapat e radhës. Së pari po grim lëvorën e limonit, sepse ajo i jep gjellës aromë shumë të freskët dhe shije shumë të bukur. Lëvorën e limonit do ta grim shumë emët, pra do ta gjejmë pjesën më të emës të rendës ku e kemi dhe me atë pjesë do ta çorojmë lëvorën e limonit. Tani shpargun e gjelbërt po e ndaj në gjysmë dhe po e bëj gati për gatim. Tani po e grim hudrën emët që të lëshoj aromë dhe të jap shije të bukur gjellës. Uji ka vluar dhe tani po i shtoj makarona që të zihen derisa të bëhen gati. Ta shpjegoj diçka, makaronave të mi i duhen vetëm 2 minuta për zierje, kështu që nuk e kanë gjithë pastat zierjen e njëjtë, thjesht ndiqni paketimin mbrapa dhe bëni sipas fullëzimit. Tani po skuqim shpargun e gjelbërt për pak minuta derisa të zbutet lehtë dhe të marrë shije më të mirë. Tani po përgatis lëngun e pulës që do të japi salcës shije shumë të mirë dhe aromë gjithashtu. Tani i shtojmë edhe brokolin dhe hudrën që të gatuhen bashkë dhe të lëshojnë aromë shumë të mirë. Tani do të përzijem bashkë gjizën dhe lëvorën e limonit, ku të të përzijem bashkë me perimet, të cilat janë duke u fërguar në fërtire. Hedhim dhe lëngun e pulës që e përgatitëm më parë. Dhe tani i bëjmë të gjitha bashkë dhe krejt në fund do të hedhim pak krip për shije, vegit gjithashtu nëse e preferoni dhe peper të kuq. Receta jonë ishte shumë e shijshme dhe shpejt gjithashtu. Shpresoj që ta provoni edhe ju dhe mirë mbeqi deri në videon tjetër të radhës.